Aisha dashnia, sigur dania. Mimur mia, nisjo dashnia. Aisha dashnia. Të dashur miq, që erdhëm në këtë mbrëmje të ditës së martë, 16 qershor 2020 në Fake Off. Si gjithmonë. I udhëhequr nga unë sigurt e kisha unë. Mërkurën e ke morë gjë, pse më çmendë më. Po më çmendë më të mërkurën e ke tani. Po pse më pret hovin tani sa do kisha? Ky dhe Jeffrey. Vazhdo me këtë. Vazhdo tani. Preve hovin. Jo, të preva hovin. Po vazhdo. Po 80 e kusura. Po pikërisht pra, ti je njeri që nuk do të flasësh në këtë rast. Si mos. Na çove 82 Jeffrey. Çova. 82, si s'ka zgjë. Asnjë gjë. Si s'ka zgjë. Asnjë gjë, vetëm këshillat e mia goni. Lani duart, po dhe mund të mos i lani. Vini maskat. Edhe mund të mos i vënë maskat. Po. Ama distancën edhe mund të mos e mbajnë. Ama ta mbajnë një Është më mirë. Është më mirë, e kuptova. Domethënë kjo është këshilla, më nuk do të friksohemi. Po si e mas në juve se jemi mirë apo jemi keq, sepse numrat po rriten realisht. Janë 82. Edhe 200. Mos na çmendë me këto 80 ca. Unë them 82, këto 80 ca. Po mirë, më 80 ca. Mund të vende 282. Mund të vende 282. Po ju mos u shqetësoni fare goni. Rëndësi ka që nëpër spitalin nuk përshtrohet njeri. Vdekja aq më tepër nuk ka, kështu që skepse të jemi mirë. Jemi shumë mirë. Pra, mos u friksoni. Ashtu. Sepse në përgjithësi dhe ata që e kalojnë shumë lehtë, janë asimptomatik. Bravo. Sepse, siç thotë edhe piperu a emisionit ton, virulenca ka rënë. Ka, bravo. Pra që ti të transmetosh virusin, duhet të rish 15 minuta përqafuar me tjetrin që ta marrë. E kupton 15 minuta, që s'ndodh asnjëherë se jam ku jemi. Pse bëjnë alarmante kur që nga kështu virulenca ka rënë çfarë? Thoj tash që nuk ka kthim mbrapa, vazhdoni. Nuk ka kthim mbrapa. Ja u thash unë, do t'ja u thon dhe të tjerë, po nuk ka kthim mbrapa. Një mbyllje tjetër do t'ishte dërmuese për Shqipërinë, për çdo familje dhe për burimet e energjisë së rimëkëmbjes. Kam bindjen që ende jemi në kohë. Ende e kemi vetë në dorë ta kontrollojmë rikthimin e armikut të padukshëm. Po, armikut të padukshëm, i cili nuk ka ikur asnjë ditë, asnjëherë dhe është aty kudo ku i hapim një shesh gati për të bërë një përshesh. Dolën, i thash qëtara. Gjefri, e ka menduar kështu me fjalë, po sinqerisht dua të kështu. Çfarë loje po kur dis ti në kurriz të këtij populli që e hedh këto shifrat? Për çfarë qëllimi ke? Po asnjë qëllim. Si asnjë qëllim? Pse luam me kurrë? O mbaj shtrir tani, po e burr mbaj shtrir. Po si burr. Jo, s'mbahet me tash, mbaroje, po vetëm s'ka kthim mbrapa, pa jo. Mos e ke përdorur këtë për të trembur këta maturantët. Ku trembe maturantët? Si ku trembe? Ku trembe da hy në provim, si Shqip. Prit. Bën protestat ata? E rëzuan turin. Si rëzuan? Ra turi. Si ra? Turi. Jore. Ajo çbëri turi, i kura. Unë blodh aty dhe vendosëm me fjalë që një nga pyetjet që kanë qenë shumë e vështirë ky testi, futet i shkallës së lartë inteligjencës. Dhe ish vetëm për nxënësit e 10-s. Ishte domethënë që duhet kapur dhe nga 3 sat gjysore që kanë qenë në gjuhë letërsi janë bërë engas me qëllim, sepse duhet kuptosh që ishte një test genuin. Si quhet? Ishte një test genuin. Po. O turi, po bërë lemë shkënja. Po, turi është genuin? Ta ju nga trovi. Shikon që këtë testin Gjefri Aman, sepse kam qef që edhe ti ndihmojmë këta maturantët. Barka filloi të rrshqiste me shpejtësi përgjatë lumit të rëmbyer, ndërsa 4 njerëzit që ndodheshin në të bërtisnin nga euforia. Zemrat e tyre rihnin fort, ndërsa manovronin me shkatësi lopatat përmes ujrave të trazuara. Madje edhe turi, i cili fillimisht ishte ndjer i shqetësuar në lidhje me udhëtimin me bark, e harroi frikën kur valët e akullta përplaseshin mbi të. Papritur, ai vështroi skajt e mprehta të një shkëmbi të dëmbëzuar që u shfaq përpara.
Cila nga fjalitë e mposhtme mund të vijojnë në të njëjtin stil aksionin e nisur në paragrafin e dhënë më sipër? A. Duke u përqendruar, Turi u përpoj të kujtonte procedurën e STAK për ta kthyer barkën në një pozicion të sigurt. B. Ndërkohë, i ftohti Lumi vazhdoi të përplasej në anët e barkës duke bërë qull Turin dhe miqtë e tij. C. Turi e dinte që ai dhe miqtë e tij ishin të përgatitur për t'ia dalë në situata të tilla. Dhe D. Turi u hodh në të djathtë për të shmangur shkëmbin dhe gati e përmbysi barkën. Pra, ç'bëri Turi? Ç'bëri Turi? E vështirë kjo. Pa, e gjenti ç'bëri Turi? Ore, lëri ti të më rrotullo fjalën, ti ma thua ti tani, çfarë bëri Turi këtu? Turi bëri një shumë në barkë. Çfarë thua? E qa ku i gjeni ka që vështirë? Edhe i radalga e shplau. E dal. Jo, me atë theu shkemin. Hajde, test, hajde. Po duhet i kenë marrë nga kopshtet testet. Kush t'i lëshon nga fëmijët me fjalë. Kush t'i lëshon? Kush t'i lëshon ata i zidhin kështu? O, Gjefri, ti për qa më përqenë mua? Janë këto emrat që lëshon në rëndom Baba Rama? Hajdari, Nocë Roku, u bëdhe Turi. Doli dhe Turi. Jo, Turi në këtë rast është Hajdar, Nocë Roku. Apo është Kazan, alternativa. Alternativa. Edhe qa del Turi këtu? Nocë Roku. Unë e dhja që do thoshje, sa i lejnë kje, o zoti madhë. Turi. Nejse, i përta atë opozitës sëre parlamentare? U të roqen ata? U të roqen disa nga to, se bëri Muslim Urizi ato me 29 firma? Ja ku janë, tha. Po në regull, dhe 3 nga ta u të roqen, dhe u zënso me 3 të tjerë, me një që të ruajnë korumin, do më se do të ketë jo më pak se 28 firma që të bëjnë ndryshime kushtetuse. Ore, tash i do bëhet kjo me... Do haloj kjo me të tërë. Çfarë kërkojnë këta, apo jo? Jo, pa... Ja, dëgjojnë që çfarë kërkojnë, dhe ta diskutojnë bashkë. Do të ndihmoj se ti je shumë ignorant të drejtim. Edhe pse Amerikani vogël. Ne jemi për lista të hapura të kandidatëve. Pjesëmarrjet e emigracionit në zgjedhje si zgjedhës dhe si zgjedhur. Proporcionali pastër kombëtar. Dhe nëse nuk arrim deri në kompromise për proporcional rajonal, administrim të depolitizuar të votës, numërim elektronik, të mos ketë kondicionim për koalicionet, pragu elektoral të jetë sa më i ullët, ka mundësi të jetë 1%. Kështë aju që pinde ujtëki me femra? Në rregull. Po, kështë aji që me kur kishe gjithë ato dashnore, dhe i madhe me whisky, Kostaqi. Ani problemi gjithë është se janë kërkuar këto ndryshime. Pragu do t'jetë 5%, ndalojnë koalicionet para zgjedhore. Kush sfiton asnjë? Kupton? Edhe këte kanë firmosur këta, e kanë kërkuar, sepse edhe i imagjinon partitë risku, e këtu ka filluar atë që pazar. Ja ky jonë, ku shoku jonë Murizi tash. Është me 29%, është tek 5% që do të ky. Një parti tjetë pjesëmarrëse në parlament me 5%. Listat e hapura, në fjalë 5%, dhe ndërkohë sqaron edhe këtë muhabetin e Bibilushit, që tha, se shumë njerëz ç'bëri Turi dhe ç'është Bibilushi, kanë qenë pyetjet e javës që shkoi. Nuk pyetëm një njeri për koronën. Ka ma hipokrizi kur thonë ne firmosëm, ke ferrat e Pallatit Kongresit, se do hyjë Shqipëria në Evropë. Të jemi të qartë për të mos patur e nuk dhe Bilbilush tjerë që të bëjnë ciu në përmendje. Ju lutem, pak me termat më korrekt. Ka gjatë të mirë, Bilbilush do me thamë Bilbil me zok Bilbili, Bilbilush. Dekord. Bilbilush më e ka shtë. Me nga trova. Bilbilush, jo Bibilush, nuk e të duar lëja. Për një lë që ti se vë... Fjalla ik. Më të vë menë shkëtë. Gjefri, Bilbilush. Shmi vogël se Bilbili. Një gjem e vogël, po që bëm Bilbil. Këndonë si zokë. Kraj ko marit goni se mbetëm këtu. Të martave të kap një del të Kanë të në format e edukimit në kone... Të martave beshme? Ishtë format e edukimit në orën 5. Literatura që ishte... Po kjo ta ulan balë. Që? Do në të blinte kujtim gjuzin për grupin parlamentar, për mazhorancën? Do të blinde pra që të voton të kaloj kjo reforma zgjedhore? Ta votoj apo mos e votoj? Ta votoj. Ta marin lek në 2 anë tash.
Nuk e di, po pazar pra të tash. Pazar. Po ky balla ka luajtur ka kërkuar këtë gjuzin. Ja ktheu. Po disi ishte ja përplasin fytyrë. Kisha besimun. Kisha besim në gjurë. Absolutisht, dëgjojnë që. Ajo është çiki pa kujdesim në kjo pjesa e veshjes. I paftuar në tavolinën time, në kafanën e seancës plenare, kanë bleu balla gjuzin. Imagjino të mblej Muli Brazdi. Nuk e blen dot Brazdi me gjuzin, po jo mos është puna para shumë, po se blen dot gjuzin. Gjuzi është bravo Gjuzi. Nalt madhni është, nalt madhni. Po të blesh si të blesh mbretërinë. I fortë është, i fortë. Allah. Po ka dhe një lajm shumë të mirë. Borxhi që kemi marrë, nuk do na e kërkojnë. Bollta keni paguar, na thanë, këto para vinë në formë granti. Grant? Grant, do në që janë në falas. Falas? Pa. Edhe ja dëgjohe vetë... Borxhi është borxh, a do e paguajnë shqiptarët, apo nuk do paguajnë shqiptarët? Çdo gjë paguajnë shqiptarët, mo. Unë thash që s'do paguajmë gjë, ky thotë që do paguajnë borxhi shqiptarët. Tha? Ha? Ku e kështë dëgjuar? Po kështu dëgjova unë që s'do paguajt, ky tha që do paguani, tha. Edhe ti imagjinosh se çfarë garancie kanë dhënë këta, se është besim i madh që të marrësh 600 milion euro tani në këtë kohë. Ja ka dhënë besimin popullit. Jo, nga bankat që kanë dhënë parat më përdo, besim popullit. Çfarë garancie kanë kërkuar ata? Se di. Dëgjoje këtu Tigrin. Me çfarë kushti keni marrë këtë borxh? 7 vjet, 3.5 kupon price. Çfarë keni lënë koletoral? Çfarë keni lënë garanci? Fytyrën. Jo, për fytyrën kishit marrë borxh. Për fytyrën ju nuk merrni borxh as ke ura lanë, për çfarë keni lënë? Një vend, ore, sapo ju referove dhe kjo është e bukur që thua. Çfarë keni lënë borxh? Fytyrën. Ka lënë fytyrën o Xhefri? Në ti me atë nuatin tënde që ke. Po. Me këtë... Fytyri që ke ti? Të qesh, si më do të, sa mund të marru? Jo, Xhefri, po të kishe vajtur ti, i kishe këputur 1 miliard euro. Se besojnë shumë të fytyrat e mbusjesh pak, Xhefri? Jemi ktheu në profil? Sa 1 miliard? Qaj. Bejërt? Të dy bashkë dhe leka nuk bejmë. Sa? Unë sa beson e të dy. 10 lek? S'ta japin, në? Të në thoni kanë një suflaqe. Nëjse për te këtyre bullalliqeve, takojmë pas pak. Si duke? S'ka farë. A isha dashnia, sikur ta dija. Një murmën të mia, e një shkjo dashnia. A është një... A mund të lindi dikur të themi, sepse realisht, vërtet Kosova me Serbin kanë ato mosmarrëveshje të cilat se mos harrojmë që për vite të tëra kanë qenë në një shtet, Jugosllavi, dhe kanë ato problemet me kufirin, me gjërat. Në këto momente flitet për një marrëveshje të Thaqit me Vučić, me ndërmjetësimin e Ramës, e generalit. Po ky është strategu. Pa sepse Vučić hodhi idenë e mini Schengenit ballkanik, që miratoi Rama, por nuk jam dakord me konceptin mini Schengen. Ne po tentojmë të shkojmë te Europës, ne hapemi, lëvizja lirë e njerëzve, lëvizja e tregut, domethënë tregtia e lirë në mes shteteve të Ballkanit, kjo na bën që ne të shkojmë sa më shpejt drejt Europës. Domethënë ka koncepte tepër qarta se ky është Iluminatit. Prandaj pashëm që po punohet me 3 turne aty për të ndërtuar një si shtëpi të bardhët. Jo. S'do dakord? Prandaj po ndërtojnë atë shtëpi. Dërmi 28 ka, duhet të mbarojmë. Pse ku do të takojmë? Po shmin e bardhë në Amerikë, o Xhefri. Do vender atje? Po ti, prandaj po bëhet atë shtëpia e bardhë aty në Antruvisa. Jo, thash shumë. Do më mos na ngatroni kështu. Në rëndësi ka të mbarojnë punë, Dëgjoj që këta që Presidenti i Kosovës Hashim Thaçi ka quajtur historike ftesën e Shtëpisë së Bardhë më 27 qershor për dialogun Kosovë-Serbi. Gjatë konferencës për shtypjen e mbështetjes, theksoi se pret që dialogu të finalizohet me njohje reciproke. Është hera parë që diçka e tillë organizohet nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës në Shtëpinë e Bardhë
prandaj është një moment që duhet të shfrytëzohet maksimalisht, dhe është historike nga për neve. Washingtoni e ka thënë qartë se ky proces është për njojën reciproke në mes të Kosovës dhe Serbisë. Gjefri, kur të vejnë këta në Shtëpinë e Bardhë, do ulen në gjunjë, se Trumpi ka thënë po ulen në gjunjë, që bëjnë atë ulen, pra është bërë si simboli protestës në Amerikë, që po ulen gjunjë në jenë respekt të ati... Këta do ulen në të dy gjunjët, të dy. Në dy gjunjët, do ulen si baba gjikja me... Kuptova. Gjefri, ke burë në rrugët e Tiranës që tek tabelat e qarkullimit kanë futur detajet tilla jo akullore, jo gjëra, i ke parë? Jo. Shikojnë që këse shumë interesante. Shikojnë. Po këto tabelat i ka bërë për gomar, jo për njerëz. Bravo Lalieri, Tigri Tiranës. Nesër do nxjerrim sonin të pyesim njerëzit për tabelat. Çfarë kuptoni me këto tabela? Pra, e more vesh apo jo? Se ky jo vetëm që do ta shndroj Tiranën, do bëj tabelat personalizuara që janë vetëm që i kemi ne. Më nuk do jenë asnjë vend të botës tabelat që do bëj ky Tigri Tiranës. Kemi si punë kurbës. Sepse ti e dimi fare që bashkia tani ka humbur konceptin e qytetit. Po. Sepse bashkia përfshin një hapësirë më të madhe gjeografike. Ka dhe fshatra. Dhe imagjino që ky po e shkrin, po e bën fshatin si qyteti. Fshatin? Fshatin si qyteti. Të kujtojt ajo kënga atëre në atë kohë që ndonin ne? Në kryet të fshatit ton, ndaloj një makina, vera me Arbenino, gëzuar forinë, ja kanë ardha ta mesnesh, na kanë ardhur vullneta, si qyteti fshatino, ta bëjmë sa më parë. Shikojnë qika të Tigrin e Tiranës. Shikojnë. Atëre thoshin ta bëjmë fshatin si qyteti, tani thonë ta bëjmë qytetin si fshat. Tash i themi ta bëjmë qytetin si fshat. S'ka mu fi një pa lodhë, gjithë të mënet, energi, dashurit të ka, i madhe. I fort është, bravo. O Gjefri, edhe qanta e këti robi, e di ku shkape jo, punon nga mëgjesin dak dhe pa lek. Punon pa lek, më 3 muaj i ka dorëzua rogën. Urdo imagino, ku e ka gjeta të gjiboksin i shkreti? Ja, me të rakin shtu i gjithë ditën aji. Kurse ti vete ha. Urdo, ja, fotografit se këto i ka të buka shumë, këmë është jashtë zakonshme këto i fantastik. Edhe do kthejmë përsërit e ka e që unë nisë gjithmonë emisionin. Si do vazhdoj kjo kurba? Dhe kjo kurba jonë, ka një lloj fytyre identitetit veçantë kurba shqiptare, apo... Ti nuk ta kam thënë që në fillim, nuk është ajo e Kinës. Është kurb tjetër kjo. Është lloj tjetër. Ashtu, ishte kineze kjo? Po. E kemi në kontroll. Nisë ashtu sepse dërguam neve sonin, që ti pyesë qytetarët. Kjo kurba herë ulet, herë ngrihet. Qa kurbe është kjo? Po. Dhe dëgjoj qytetarët. Çfarë është ajo? Kurba ulet, kurba ngrihet. Qa po ndodha, por nuk i dihet. Ma bet kurba, që shdo kurba? Ma bet kurba, që? Të mos nga trojë unë edhe të më latë ndikë. A kuptova. Po kështu e ka kjo dhe? Aso s'po e marrë vesh, aso unë asë gjithë, kë po ngjojmë, e kë po pysim, po ngjojmë gjithë andej që s'po marrë vesh si po rritet. Njerëzit rrinë ati ku bleva në bukë, për shembull, shtynin, nuk kanë frikë, nuk do të mbrojnë mua, të mbrojnë vetën e tyre. Unë habitem nuk mbrojnë farë, nuk e kanë problem. Vetëm kur i zënë, atëherë thonë, po s'na gjeti. Ja njerëzit padërgjeshëm, sa prishnë rregullat i komisioni i ka vendosur e që dijen, prandaj edhe virusi hrapet, herë ngrihet edhe herë uret. Distancat nuk i mbajmë, maskat si mbajmë, ja, e mbajnë dorë. E kuptova. Kupton? Kjo është e gjitha. Hapja ishte parakoshme. Hapja ishte parakoshme. Do të duhesh më shumë e dyta, kërkon disiplinë kjo po. Kjo disiplinë nuk e vendos dot as ju me medjen, as ne që ecim rrugës, po këta vendos vetëm ligji, forca e ligjit. Akuzojmë qeverim që e bëri
terror gjoja për ndërprerjen e kësaj. Dhe tani e nëmlesu me dalim me përqafojmë dhe njerëzit. Po rritet kurba? Po të rritet edhe qarë t'i bëjmë ne. Ka luhatje të mëdha, është e paqëndrueshme, apo muhabet kurbash? Kush? Për koronavirusin, për smundjen, për rastet e shtuara. Po, pa tjetër që ka rastet të shtuara, sepse njerëzit kanë filluar afrohen shumë me njëri tjetrin. Tu nuk ka harmoni, nuk ka dashuri dhe mjekësia e ka nënvlerësuar shumë. Nuk e di se si e bëjnë këto, po që e shkruajtur nga Zoti do... A kuptova? Kurba ulet, kurba ngrihet, qa po ndodh apo nuk i dihet? Janë rrena. Janë rrena? Po, me diabet, me probleme me muskrije, karantin nuk kam bo, shitje lirë, dhe asi gjë. Kur i ke boti këto, se kemi qenë gjithë mbyllneve? Po, mbyll, mus kam qenë asnjëherë mbyll. E dal vetëm e? Po, kam hongë, kam pi, kaq. Njema qa virusi ka, po që virusi i këshiron, grip sezonales. Sezonale? Janë shkort, mars, prill. Dim ka atje ftosh, qau, shumë pirdëm të thot. Virusi ekonomia, tregut. Më pëlqen optimizmi që ke? Bëri armën, ta një qëtë bëj për të mërojtu, bëri antiplumin. E këtë, ndorë këtë ilashin, që të dhej virusin ta, që të qizim virusin kot në kot. Pirdëm të thot. Pra, Gjefri, njerëzit, disa thonë që janë lojra, disa thonë që duhen respektuar rregullat. Profesorja është që kjo kurba jo nuk njihet nga të tjerët, ja ka. Se kurba jo nuk njihet në botë. Është tjetër lloj. Ta thojmë pas pak. Pra, si përfundim të dashuriq pas këtyre momenteve t'i quajmë pikante dhe humoristike, ne ju lëm porosinë e përmbrëmshme lani duart, distancimi fizik, 1 metër dhe mund të mos. Dhe njëkohësisht vendosin e maskave në vendet e domosdoshme. Pra mos jarrni këto porosi, respektojini sepse në fund të fundit do të kuptuar ka gjë. Korona, Covid-19 ndodhet mes nesh. Duhet ta respektojmë si të tillë dhe të kemi sa më pak raste që mos kalojmë të paktën kurba në përkëmbë. Jo, kurba është në përkëmbë dhe ky është fajsuesi kurbës, por mos kalojmë në kolaps në sistemin ton shëndetësor. Ky është. Të dashur miq, ishte gjithçka e përgatitur për sot në mjeshtrinë jashtëzakonshme të Gjefrit, amerikanit vogël që do të ta bënte në New York si Erseka. Ju takimin në radhës nesër mbrëmje që drejtohet po nga Gjefri. Natë e mirë. Natë e mirë dhe mirupafshim. Duhet patjetër që të kenë mundësi njerëzit të na shikojnë, duhet të klikoni këtu dhe do bësh gishtin kështu. Lexojnë çik tekstin tani ti, po mos e mbaj gishtin që në fillim. Jo. Të ta vendosësh në tekstin me aty unë po mbaj gisht. Për të ndjekur më shumë video rreth programit ton, regjistrohuni në kanalin zyrtar të Vision Plus në YouTube. Tu. Qartë, ja, kaq e thjeshtisht.